Në kuadër të festës së Zojës së ngritur në qiell, Bazilika e Nënës së Këshillit të Mirë në Shkodër prezantoi botimin e dytë të revistës kulturore Art dhe Trashëgimi me temë Trashëgimia Katolike e Shqipërisë. Sonte është vigjilja e Zojës së ngritur në qiell. Jena të pranishëm në shtëpinë e Zojës edhe prezantojmë në Shkodër për herë të parë këtë revistë që jo rastisht në kopertinën e saj është vendosur edhe Zoja e Këshillit Mirë, edhe jo rastisht është vendosur tham sepse pikërisht edhe drejtoresha ka dashur që të kenë si ky vit përkon me 130 vitorin e shpalljes së Zojës së Këshillit Mirë si pajtore e Shqipërisë, ka dashur pikërisht për t'ia kushtuar këtë numër të veçantë Kishës Katolike e Trashëgimisë saj në Shqipëri. I takimi i sotëm na fton të ndalemi përpara një fjalë shumë të rëndësishme, që është kujtesa. Ne dimi që Kisha Katolike njeh mirë vlerën e kësaj kujtese. Historia e saj është shkruar jo vetëm në guret e kishave, në veprave e artit, apo në dokumentet e arkivave, por mbi të gjitha në jetën e njerëzve. Është shkruar në besnikërinë e familjeve të krishtera, në shërbimin e meshtarëve dhe rregulltarëve, në dëshminë e martirëve tanë dhe në fenë e një populli, edhe kur ju kërkua ta rronte Zotin. Prandaj ruajtja e trashëgimisë son katolike është edhe një përgjegjësi shpirtërore. Në këtë kuptim, vëllimi sjell një kontribut të çmuar për të njohur pasurinë e trashëgimisë sonë. E atëherë, të asaj përshpirtërie që ka shoqëruar rrugtimin e gjithë popullit tonë. Na kujton se krishterimi nuk është një kapitull që i përket perëndimit, i historisë së kaluar, të kombëve, që po humbin rrënjët e tyre si që shohim në Evropën e sotme, por përkundrazi që ushqen kulturën, kujtesën, identitetin e popullit tonë, duke bërë atë një prej popujve më të hershëm të krishterimit në Evropë. Prandaj në këtë vit veçantë, Marian, le të marrim këtë vellim jo vetëm si një vepër për të lexuar, por si një ftesë për të njohur rrënjët tona të krishtera. Vëllimi prej 220 faqesh sjell kontribute nga rreth 40 studiues dhe intelektual nga Shqipëria, Kosova, diaspora dhe qendra akademike evropiane. Në të trajtohen arti sakral, letërsia e vjetër shqipe, figurat e shenjta dhe roli urdhrave monastik, duke evidentuar ndikimin e Kishës Katolike në identitetin kulturor e shpirtëror shqiptar. Kanë kontribuar rreth 40 studiues, shqiptar dhe të huaj. Jemi munduar që të krijojmë një botim dinjitoz. Jemi munduar, kemi lënë shumë aspekte të trashëgimisë katolike jashtë, sepse në 220 faqe nuk mundit, që është shqip dhe anglisht, është një botim që i dedikohet jo vetëm publikut shqiptar, por edhe publikut të huaj. Kemi në total 13 objekte kishtare me status monument kulture, të cilat ndahen për sa i përket periudhës së ndërtimit të tyre, që nga ato më të hershme kryesisht të shekullit 7-8 për të vazhduar më pas edhe kryesisht në pjesën e periudhës mesjetare. Siç ju e dini, trajton periudhën kaluar të diktaturës komuniste të vendit tonë, pra nga viti 1945 deri në vitin 1991, dhe është një vend në të cilin kanë kaluar një pjesë edhe këtyre martirëve të Kishës Katolike, pra në ato të qeli, të errta, të ftohta, të cilat ne për fat mirë duhet të thënë sot i kemi, janë ruajtur dhe e kemi hapur atë hapësirë për publikun. Revista është botim dy gjuhësh shqip dhe anglisht dhe synon ta bëjë këtë trashëgimi të njohur për një publik më të gjerë. Publikimi vjen në kuadër të vitit jubilar të shpresës dhe për kujtimit të 1700 vjetorit të Koncilit të Nikesë.